Ndryshojmë temën e informacioneve tona. Të dhënat e fundit të Eurostat për 3 mujorin e 3 të vitit 2025 tregojnë një rënje të ndjeshme të bensimit të qytetarëve në Europë për blerjen ose ndërtimin e IBANES-e brenda 12 muajve të ardhshëm. Këtu përfshihet padyshim edhe Shqipëria. Qytetarët shqiptar janë ndër më pesimistët në Europë. Por cilët janë faktorët, cilët janë shkaqet? Ne kemi folur shpesh në fakt për çmimet e larta, por do të analizojmë. Këtë herë kam drejtorin e Nareas në një intervistë drejt për drejt, Reinaldo Pipiria. Zoti Pipiria, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi të me ju. Tani ne shpesh në këto anketa dalim si shumë pesimist, por si popull, por në rastin konkret, për shembull, ne jemi në një situatë ku çmimet e banesave këtu vetëm në një vend si Shqipëria kur deri më sot nuk kanë arritur për shembull të ketë një ulje, këtu vetëm rriten. Si ka mundësi? Po, më thoni në cilin vend të Europës, në afatgjat, tregu pasurie paraluajshme ka njohur ulje. Përveç krizës financiare të 2008-s, në të gjithë vitet pas 2008-s, sidomos pas 2011-s, nëse marrim statistikat në afatgjat të tregu pasurie paraluajshme, përveç duhateve që mund të pasur në atë periudhë, gjatë gjithë kohës ka njohur rritje. Edhe vetë BE-ja në shumicën e kohës ka pasur rritje, madje rritje të fortave, deri në atë pikë që është bërë problem, po themi, përballueshmëria e strehimit dhe Bashkimi Evropian duke folur rregullisht për strihimin e përballueshëm, ka task force në Parlamentin Evropian, ka task force në Komisionin Evropian, ka komisioner të dedikuar për energjinë dhe për strihimin në Bashkimin Evropian, kështu që është një temë e cila nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, por ka prekur gjithë Europën. Dhe Shqipëria nuk është se është në pavullin e vet apo bën pjesë jashtë dinamikave që ka pasur tregu evropian. Po ka ne kemi projektuar rritjet e forta, ndikuar ndoshta edhe për shkak të pjesës së Pipiria ka një problem, sepse kjo është dhe ndihet në gjithë vendet e Evropës, po ne nuk kemi Bashkimin Evropian. Imagjino nesër, për shembull, ku ambicet janë 2030-ën, atëherë ne do të kemi sërish dyfishim të çmimeve apo jo? Dhe prandaj ne jemi, për shkak se dim që në 2030 do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, ose të paktën po tentojmë dhe po punojmë fort jemi pjesë e Bashkimit Evropian, prandaj dhe ne kemi 2-3 vite që flasim me të njëjtën gjuhë, që flet sektori i real estate-it, pasurive paraluajshme në Bashkimin Evropian. Kur them flasim me të njëjtën gjuhë, kemi 2 vite që themi për strihimin e përballueshëm, kemi 2-3 vite që flasim për taksimin. Dhe mendoj që një nga efektet e forta në Shqipëri, po themi që ka dhënë efektet forta në Shqipëri për rritjen e çmimeve, përveç se sektorit turizmit, që nuk e kemi pasur para vitit 2020, edhe gjithë vëmendjen që ka marrë Shqipëria ndaj blesëve tuaj, po themi nga blesëve tuaj që investojnë në Shqipëri, është edhe deformimi që vjen tregu në pasurive paraluajshme për shkak të taksimit. Pra nëse marrim shembujt e Bashkimit Evropian, taksimi kur ti tregton pasurinë paraluajshme në shumicën e kohës është zero. Për ata të cilët e mbajnë këtë pronë mbi 2-3 vite, pra nuk spekulojmë me pronën e vet. Kështu që nuk duhet kemi frikë nga antarësimi në BE, por duhet mësojmë shumë herë në kohë siç jemi aktualisht, të mësojmë nga të gjitha lëvizjet që është duke bërë Bashkimi Evropian për përballueshmërinë e strehimit. Dhe ne nuk kemi parë një efekt tjetër i cili do të vijë Shqipërisë, siç do duhet të fillojë të flitet në 2026 për certifikatën energjetike, për certifikatën e performancës energjetike të ndërtesave. Pra një kosto ekstra që ka Bashkimi Evropian, me cilët ka filluar të merret dhe prandaj ka lehtësuar transaksionet e pasurive dhe ka ulur taksat, është për shkak të çdo pronë që do të hidhet në treg, kur të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, se pak para se të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, do duhet jetë pajisur me certifikatën e performancës energjetike ndërtesave. Çdo pronë që të jepet me qiratë, çdo pronë e cila do të shitet, duhet të ketë certifikimin e duhur para se të hidhet në treg. Pra do bëhet akoma më e vështirë, akoma më komplikuar. Kështu që jemi në kohë për të marrë me pjesën e taksimit dhe për të rregulluar tregun shqiptar. Sepse te ky raport kam evidentuar besimi i konsumatorëve shqiptar për blerje banese në 12 muajt në vijim ndodhet në të njëjtin pozicion të ngjashëm si qytetarët e Belgjikës. Pra sepse Belgjika, Brukseli është tjetër çështje, atje padyshim që çmimet janë stratosferse. Brukseli është, le të themi, ndryshe kryeqyteti edhe i Evropës. Por të jemi në të njëjtat nivele është pak për shkak se tregu për 2 vite, për shkak se tregu në 2 vitet e shkuara 2024-2025 është përballur me taksime 15%. Pra, shumë ndryshe nga ç'kishte projektuar
në 2020, 2021, 2022, në atë moment kur pati edhe rigjallërinë të tregut dhe pati dhe më shumë interes nga blerësit e huaj, tregu ishte mësuar me tatimin 3%, tatimi përkor, i duri dhe nuk e kishte ndjerë, po themi, shpejtësinë e ridësimit dhe nuk e ndjeu presionin për të rritur çmimet sepse ishte shpryr në një taksim që ishte goxha më i ulët. Ndërkohë që kur flasim për 2000, po themi mesi 2022, 2023 dhe 2024 dhe vazhdon 2025, ke pasur përveç tatimit 15%, ke pasur dhe të kullit të ofertës për shkak të rivlerësimit të pakryer, pra të lajmëruar në kohë, shumë përpara kohë dhe të pakryer. Dhe në këtë moment ka pasur një ngurtësim të ofertës. Kur ti shikon që nuk e gjen dot shtëpinë ekonomike që e duke kërkuar, patjetër që do mendosh njësoj si ata që janë në Belgjik dhe si ata që janë në Bruksel. Po kush po ble për shembull? Faktorët janë shumë të ndryshëm. Faktorët në dy vende janë shumë të ndryshëm. Aty mungon oferta për shkak të burokracive, të kërkesave shumë të larta për cilësinë e ndërtesave dhe për certifikimin e ndërtesave sipas performancës energjetike, ndërkohë që në Shqipëri ka një mungesë oferte për shkak të taksimit dhe skemës se si trajtohet strehimi, që është totalisht i gabuar dhe shëmbruar. Ndërkohë që kur flasim kush problem atë që ne jemi duke parë, dhe nga statistika që vjen nga Qendra e Përgjithshme të Tatimeve dhe nga Insat, janë kryesisht janë kontrata porosie të kryera goxha më advance në kohë. Pra, të cilat janë duke u zbardhur përsa kohë. Ndërkohë që pjesa tjetër ka qenë pjesa që ka financuar sektori bankar, paktën deri në Korrik ka qenë duke performuar shumë mirë dhe është rrimë këmbur në shtator dhe blerësit e huaj. Po për shtresën ekonomike, patjetër që ka qenë vështirësi vetë për shkak të mungesës së ofertës. Dhe një pyetje të fundit, Pipiria, për efekt edhe të kohës. Për shembull, vendimi i Bankës së Shqipërisë, pra që të kufizoj kredit. Okej, sepse ka bërë me një qëllim që të ruaj bankat nga krizat të mundshme të kredive të këqija. Po kjo godet shtresën, godet ata të cilët edhe në qoftë se këshin bërë ndërmend të blini një banesë nuk e blen dot, sepse me kredi, me çfarë ta marrin ndryshe. Lëvizja e Bankës së Shqipërisë ka synuar të godasi ata të cilët e përdorin kredimarrjen për të investuar në pronën e 2, të 3 të 4. Megjithatë, ne kemi thënë që do të ketë vetëm një efekt psikologjik dhe statistikat në shtator kanë treguar që është rrimë këmbur pjesa e kreditës, është shumë herët për të dalë në konkluzione. Normalisht mënyra se si ka komunikuar Banka e Shqipërisë ka sjell problemet e veta për në anën psikologjike, synohet që të dekurajojë përdorimin e kredimarrjes për arsye investimi. Nëse do të na pyesit ne si sektor, mendoj që ka vende ku mund të përmirësohet, ka hapësira ku mund të përmirësohet si vendimarrje, sepse do të kuptojmë nëse përdoret kredimarrja për të blerë një apartament i cili do të ribosh, patjetër mund të jetë për arsye spekulimi. Por nëse kredimarrja përdoret për të investuar në një apartament, të cilin ti më pas të bën pjesë të sistemit të qiradhënies apo gjatë, të bën pjesë të programeve të strehimit social në bashkëpunim me Bashkinë, nuk do të ishte e gabuar që të investohej dhe të kreditohej ky lloj modeli për investimi. Kështu që ka hapësira që mund sot ne nuk kemi paketësisht edhe ekzekutivi, po edhe gjithkuadri ligjor, nuk ka hapësira për të incentivuar ndërtimin me synim strehimin e përballueshëm. Dhe mos bëja pjesë programeve të qeverisë. Flitet gjithmonë për një stok të banesave, cilat janë të pabanuara, po të huaj që kanë ndikim që ju e përmendët të madh. Kanë më shumë ndikim në blerjen e apartamenteve të reja në Shqipëri apo për pjesën që ka ndikim që ata i marrin shumë me qira? Pjesa e të huajve, kryesisht kur flasim për blerësit të huaj, në përgjithësi flasim për ndërtesa që kanë mbaruar ndërtimin dhe janë të pajisur me certifikat punësie dhe janë të shfrytzueshme. Dhe kur të huajt investojnë në Shqipëri nuk i mbajnë banesat boshko, i japin në përdorim me ndërmjetësie pasuri parueshme, me qira ditore. Pra atë periudhë të cilat ata nuk janë duke jetuar në Shqipëri, nuk vendosin ta mbajnë boshko, e vendosin në përdorim të sektorit turizmit apo qirave ditore që janë jashtë sezonit. Kështu që nuk mendoj që janë problem blerësit të huaj. Kryesisht ata mund vendosin të marrin me qira vitin e parë, vitin e dytë, në një moment që janë duke studiuar tregun, por shumica të huajve blen dhe i vendosin në përdorim. Pra pak ndikojnë tek qira. Vetëm ata të huaj që mund të jenë pjesa e italianëve që jetojnë
përkohësisht në Shqipëri, një pjesë e periudhës së tyre të pensionit, pra kanë shtëpinë e tyre në Itali dhe jetojnë me qira në Shqipëri. Pjesa tjetër e çekëve, polakëve, gjermanëve blejnë dhe vendosin pastorim për biznes. Tendenca është që nuk do të kemi, pra të mos shpresohet që do të kemi ndonjë ulje të çmimit për metër katror. Do të jetë shumë ndryshe 2026, pavarësisht se do të varet nga mënyra se si do të implementohet procesi i vlerësimit, por presim që të kemi një zbutje të presioneve në 2026 dhe presim që të dalin më shumë prona në treg, të cilat kanë qenë të ngurcuara për shkak të sistemit jo të favorshëm të taksimit. Ndërkohë që është e vështirë për të parashikuar që do të ketë ulje, nuk ka pasur ulje në gjithë Europën dhe nuk shikojmë asnjë faktor që do të shikojnë në uljen e çmimeve në Shqipëri. Bibiliet, falenderoj shumë, ishe kënaqësi, ditë mbar. Faleminderit, kënaqësi.